fëmijëve, në ndërkohë dhe i fëmijëve të cilët agjërojnë. Dhe prindrit gjithmonë e kanë këtë sfiden, me lanë, a janë të vogële, a mund të ndikoj diçka negativisht tek fëmijët, për shembull 10-12 vjeçar, të cilët me vullnetin e tyre pranojnë të agjërojnë? Nëse nuk ka një problem shëndetësor, ata munden me ja dalë, nuk ka asnjë problem, përkundrazi, nëse shohem në aspektin psikologjik, kjo agjërimi e rrit vetë kontrollin të fëmijët dhe të të rriturit, e rrit disiplinën, do më thonë, e rrit durimin, i bën më të durueshëm, kështu që një tjetër aspekt çka është prezent te fëmijët, që është më shumë te fëmijët se sa te të rriturit, ndoshta është e rrit ndjenjën e vetbesimit. Tash u keni me thënë qysh të mos hangër buk, ai ka me qenë më me vetbesim. Për shkak se ai ka filluar me e sfidu veten,